Qysh me lan duhanin. A i lo duke provu me lan duhanin, po gjithë përfundon tu e dhes një cigare tjetër. Si e vetë, mbi 7% e duhan përzve thonë se dojnë me hjek dorë, po veç një numër i vogël ja del me sukses. Ekzistojnë disa metoda në psikologji që munden me ndihmu në procesin e lanjes së duhanit. Unes, po ju garantoj që në fund kësaj videos keni me lan duhanin, mirë po nashta ju shten me menu pak. Një koncept i ri po tregon rezultate të mahnetshme, quhet mindseti ose mendësia e varësisë. Ky koncept shpjegon se nëse beson se varësia është e ndryshueshme, domethënë nëse beson se ki me lan duhanin, ky proces lehtësohet. Kur beson se varësia është e ndryshueshme, motivi edhe vetbesimi për me lan duhanin rritet. E në anën tjetër, nëse mendon që je i varur edhe s'ki shansa me ndryshu, procesi vështirësohet. Ky studim tregon se personat që kanë besu se munden me lan duhanin edhe munden me ndryshu kanë pas 37% ma shumë gjasa me mbajt fjallën edhe me lan për një me. E disa teknika tjera që munden me ndihmu janë kundër kushtëzimi kognitiv, sa herë që e dhez një cigare mendo për efektet negative që ka në trupin tënd. Këtë teknikë po e përdorin edhe kompanitë e cigareve që po i qesin fotot e efekteve që cigaria mundet me i shkaktu. Edhe mos harro me shpërbly veten për çdo ditë që arrin pa cigare. Nesja edhe ti provoje me lan, edhe kallzom apo ka rezultat. E për më shumë video si kjo, subscribe Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma tjera.